Emërimi i Iglitares si drejtor sportiv i Milanit përbën një tjetër arritje të madhe për shqiptarët në arenën ndërkombëtare të futbollit. Me një përvojë të gjatë dhe të suksesshme në këtë rol, Tare pritet të sjellë një frymë të re në politikën sportive të kuqezimve dhe nuk përjashtohet që në listën e tij të përforcimeve të jenë lojtarë nga kombëtarja shqiptare. Një nga emrat që po përflitet është ai i Berat Gjimshitit, mbrojtësit me përvojë të Atalantës. Gazetari i njohur italian Carlo Pellegatti ka ngritur zërin për këtë pistë të mundshme, duke theksuar: "Keni kujdes me emrin e Berat Gjimshitit, ai nuk është përmendur ndonjëherë në lidhje me Milanin, por mos e përjashtoni si mundësi. Ai është shqiptar, ashtu si Iglitare, dhe mund të vëzhgohet me kujdes. Me përvojën e tij Gjimshiti mund të kompletojë mbrojtjen e kuqezimve." Një transferim i mundshëm i Gjimshitit e Milanit do të përfaqësonte jo vetëm një hap të madh në karrierën e tij personale, por dhe një tjetër gur themeli për përfaqësimin shqiptar në një prej klubeve më të mëdha dhe prestigjioze të futbollit evropian.